Është interesante amend, po ashtu të ndalemi dhe të meditojmë dhe të analizojmë në qëtësi. Po flasim për kaptinën më madhështore në Kur'an. Po flasim për një kaptinë e cila nuk ka të ngjajshme sikur kjo as në librat e mëhershme, as në Kur'an. Në brendin, brenda kësaj kaptine madhështore, Allahu për ne ka përzgjedh një lutje. Ne këtë lutje në cilin moment e krymë, në cilin moment ne e bëjmë lutjen, kur jemi në namaz. Momentet kur ne jemi në namaz janë prej momenteve më të mira dhe më të vlefshme në raport me krijuesin. Do thonë robi kur është namaz, është prej momenteve më të mira dhe prej momenteve më të lavdueshme tek Allahu i Madhreshëm. Apo jo? Bukur shumë. Allahu jon i Madhreshëm nga mëshira e tij e madhe ka përzgjedh për ne këtë lutje. Cilën lutje? Lutjen që ne të kërkojmë nga ai udhëzimin. Më le ta marr një shembull. I cili shembull mund të ndodh edhe ty, edhe mu, mund të na ndodh të gjithë neve. Para mendo, nëse ti një mikut tënd i sugjeron dhe i thuash o miku im, të sugjeroj që fuqishëm dhe shumë herë pa ndo kërkon nga Zoti yt ai me të udhëzu ty. E kam përshtypjen në një pjesë të madhe në mesin ton që ne do të çuditemi me këtë sugjerim, nga se ne këtë kërkesë nuk e kemi në prioritetin numër 1 tek ne. Po flas për një pjesë prej neve. Nga se ne nuk jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e madhe të kësaj lutje që Allahu i Madhreshëm e ka përzgjedh për ne. Ju lutem, më lejoni edhe një herë për shiqësit e respektuar, vetëm ti përsëriti edhe një herë këto fakte të rëndësishme. Kjo lutje ka ardhur brenda një kapitine, një sure e cila është më madhështoria në Kur'an. Kjo lutje është përzgjedh nga Allahu. Nuk në është lënë neve në vullnetin dhe në shijen tonë që ne të zgjedhim çdo njeri nga... Jo, Allahu ka bërë përzgjedhjen për ne. E treta, kjo lutje, Allahu po na përzgjedh neve që ne këtë kërkesë t'ja kërkojmë Allahut në një prej momenteve që Allahu më shumë t'i don. Momentin kur ne jemi në namaz, duke ju për ul atij. Këto janë 3-4 fakte shumë të rëndësishme që japin jashtëzakonisht madhe rëndësi të madhe kësaj kërkese. Prandaj kërkimi i udhëzimit është gjëja më e rëndësishme për robin. Dhe gjëja më e bukur që përjeton robi është Allahu me udhëzu atë në rrugën e drejtë.